Po, faleminderit. Kanë kosto, këto secila kërkesë për ndihmë juridike ndërkombëtare ka kosto. Mirë po edhe problem. Platformat, parimisht na Facebooku jep përgjigje dhe në një kohë relativisht shpejt, nuk ka vonesa, mirë po problemi më i madh se e shikon e për vepër ndonjëherë ata vendosin ajo do këtë rrezikshmëria e asaj vepre që e trajtojnë ata për me t'jap informatën. Kur kem vepra të llojit ma tron, ndonjë vrasje tron apo terrorizëm, përgjigjet e kem shumë më shpejt. Kurse te këto vepra, nëse është vetëm në nivel të ngacmimit, shpeshherë nuk kem përgjigje, se kjo nuk është vetëm me Kosovën, sepse në takimet ndërkombëtare që kam qenë me kolegë, edhe ata e kanë kolegët evropian të shteteve të Evropës, e kanë këtë të lashëm me platformat, sepse ato e kanë një lloj dëshirojnë me rujt privatësinë e politikat e veta. Po, politikat e veta për me rujt privatësinë e klientave. Mirë po, kur është diçka vepra, më e rëndë me ndonjë pasojë më të rëndë, kem përgjigje edhe prej platformës, sidomos po foli për Facebook, kem përgjigje për tyre. Nëse kjo dhunë ushtrohet në këto platforma online, a ka mundësi në shtetin tonë, po nëse jo në shtetin tonë, në vendet tjera, praktika se si mund bëhet edhe parandalimi i tyre, por edhe ndalimi i tyre, luftimi i tyre i drejt për drejt në rastet kur identifikohen. Lidhur me temën e jo vetëm dhunës virtuale ndaj femrave, vajzave, por nga gjitha komunitetet edhe në raste tjera kur janë, se kjo veprat penale virtuale tash përfshin sfera ndryshme dhe ku përfshihet e siguria shtetit, kombëtare mund të përfshihen kësi lloj veprave dhe në diskutimet me kolegët prokuror Gjerman, Zvicran që i kom pas, atje flitet është një lloj software, hardware, me cilën me siguri ata veç e kanë, i cili bën parandalim. E ka një kosto financiare, mirë po ndoshta do të me menua dhe shteti jonë, sepse ka kosto, po për shkak rëndësisë që e ka që do të bëhet një parandalim i madh i veprave të tilla virtuale, më mirë më nxon fillin, sa është ky fillim, edhe ne ti kem këtë lloj hardware, software, dhe në mënyrë që të bëhet parandalimi dhe identifikimi shumë i shpejt është përmes atyre asaj mënyre softverike ku bëhet identifikimi i atij personi që ka bërë veprën penale. Në shtetet më të fuqishme veç e kanë dhe janë duke punu në drejtim kurse Kosova nuk e ka, kem kapacitet, besoj se mu mbledh forcat si ju përmend edhe në kuadër të policisë, po në institucione tjera ka kapacitet persona që janë të mirë në kundërshtuar me kibernetike, ndoshta do të më mendu në një formë që të jenë së bashku, edhe përmes prokurorisë, të kem profilizim të prokurorëve të caktuar dhe gjyqtarëve, në mënyrë që në këtë rast t'i kuptojmë më mirë dhe t'i trajtojmë sa më shpejt që të kem rezultate dhe të bëhet parandalimi. Do të një lloj riorganizimi brenda Kosovës edhe kjo blerja këtij lloj hardware-it, software-it që ekziston, e që ka shumë, domethënë është një mënyrë për me bë parandalim. A është diskutuar kjo në ndonjë nivel tjetër? A ka ardhur prej ndokujt si kërkesë, sepse juve që pas këtë si përvojë që ekziston një mjet, një teknologji që... Domethënë kur nuk je ekspert i sferës, nuk e kupton mirë çka çaj software, ndoshta po besoj si profesionistat e fushës që janë brenda institucioneve tona e kuptojnë më mirë se çka është edhe din ndoshta me bëni paraqitje tek qeveria apo që në mënyrë që të krijohet një farë mundësie që ta kemi edhe institucionet tona në Kosovë të blihet ky lloj. Me siguri, mas konstituimit kuvendit pas seancës së 600. Zonja Mehmeti, sa larg mund të shkojë zhvillimi teknologjik në krijimin e formave të reja të dhunës digjitale? Edhe a ka kufi ku thjesht mujnë mu vendos për me frenu një gjatë tillë? Mas pari teknologjia nuk një kufi. Jemi në shoqëria që duhet me i bëhet të kufit edhe në aspektin ligjor edhe në aspektin edukativ, vëdisues, në krejt format. Sa larg mund të shkoj, mund me përmend nështë një prej formave që është ma e rrezikshme dhe një prej formave
më të mëdhaja të dhunës digjitale ndaj grave. Është një ulëmtim që është po e përmendi si rast konkret për me pas parasysh për çka është fjala. Është një ulëmtim që është paraqit në prej një platforme që ka funksionin njëjtë kontrollimit të fakteve në Spanjë, edhe të regon se qysh është bo deep fake me pornografik. Do me thonë, jemi të folë për përdorimin e imazheve, përdorimin e fytyrës, së figurave të njohura dhe grave dhe vajzave cilat nuk i përkasin jetës publike, edhe janë kriju imazhe të rrema me fytyrat e tyre dhe janë shpërnda në përfaqe të ndryshme pornografike, që është një prej formave ma serioze të dhunës digjitale. Madje edhe studimet ndryshme ndërkombëtare që janë bërë për këtë fakt tregojnë se qysh viktimat kanë thonë që nuk mundën janë shumë të pafuqishme për me u përballë me manipulime të tilla dhe janë shumë të pafuqishme për me raportu për përballje të tilla, madje edhe për shkak të mungesës së kuadrit ligjor. Kështu nuk është sa larg mundet me shku teknologjia edhe inteligjenca artificiale në krimin e përballjeve të tilla është nuk mundemi as me paramendu, po e shohim që çdo herë më shumë është u bë serioze kjo çështje dhe çdo herë më shumë jemi tu përballë me rreziqe të reja, cilat realisht nëse nuk fillohet me kampanja vëdisuese, nëse nuk fillohet me u marrë seriozisht edhe për institucioneve shtetërore mënyra e rregullimit të një kuadri ligjor që normalisht vazhdimisht duhet me u përditësu për shkak të zhvillimit të teknologjisë, nuk është që gjithmonë ka me mujt me qëndru i njëjtë. Është shumë vështirë na me fillu luftën reale ndaj dhunës digjitale. Kështu që besoj që kjo është forma e parë cilën na mundemi me ndjek për me fillu me i luftu këto forma të dhunës digjitale.